Territori i Kosovës për datën 4 maj 2026 do të karakterizohet nga moti i qëndrueshëm dhe kryesisht me diell në të gjithë territorin. Paraditja dhe pasditja do të jenë me kthjellime dhe intervale të gjata me diell. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 5 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 20 gradë Celsius. Era do të fryhet lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar rreth 6. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:19 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:45 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 9 deri në 20 gradë Celsius. Podujev 5 deri në 17 gradë Celsius. Skënderaj 7 deri në 18 gradë Celsius. Pej 9 deri në 17 gradë Celsius. Prishtinë 8 deri në 19 gradë Celsius. Gjakov 8 deri në 20 gradë Celsius. Malishev 9 deri në 19 gradë Celsius. Gjilan 7 deri në 17 gradë Celsius. Ferizaj 8 deri në 18 gradë Celsius. Kaçanik 8 deri në 15 gradë Celsius. Suarek 9 deri në 19 gradë Celsius. Prizren 8 deri në 17 gradë Celsius.